Peshkimin e lagunën e Karavastas këtë vit është më i dobët i regjistruar ndër vite. Sipas kryetarit të shoqatës së peshkatarëve, Fiti Malko, shkaqet kryesore lidhen pikë pari me ndryshimet klimatike. Në 1 qershor ka filluar puna për peshkimin me juti tradicionale, me dalane. Dhe si vjet ish viti më i dobët historik që ish parë këtu në lagunë. Peshku vjen nga deti që riprodhohet në lagunë. Pra, varfëria e lagunës fillon që nga deti. Syje tjetër, janë dhe kushtet klimatike të modit. Kusht tjetër, është ujkëmimi jo i rregullt. Nuk ka një regjim hidrik të rregullt çdo vit që peshku të ndjeki rrugën e vet, siç e ka edhe të hyn lagunë, që tu shkjet dhe të rikthehet. Një tjetër faktor serioz sipas Malkos është peshkimi i paligjshëm. Ish peshkimi i paligjshëm. Peshkimi i paligjshëm dihet botërisht që laguna që rrethur gati nga 14 fshatra. Dhe në çdo fshat ka një varg, të gjithë janë me motorra të fuqishëm, me lundra drase, me motorra të shpejt, janë rreth 150 varga në perimetrin e lagunës. Që i bie me 43 km2 që është laguna, i bie gati 4 varga sa i bie për kilometër katror. Peshkatarët paralajmërojnë se nëse nuk merren masa konkrete për mbrojtjen e lagunave shumë lloj peshqish, rrezikojnë të zhduken. Sipas tyre disa specie tashme janë bërë shumë të rralla. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e sasive të peshkut rrezikon po ashtu edhe largimin e pelikanëve, çapjeve, flamingove edhe shpendëve të tjera migratore që ushqehen në këtë habitat. Situatën e bën edhe më problematike për hapja e gaforës blu, e cila prej rreth 5 vitesh është kthyer në një kërcënim serioz për ekosistemin. Gjatë një vëzhgimi të bërë, nga 100 kg të kapur, vetëm 1 kg ishte peshk, ndërsa 99 kg rezultuan gafore.